Përshëndetje gjithëve, sot ne nisim një podcast ku do të trajtojmë në fakt një temë shumë interesante dhe shumë të nxehtë mendoj për 2 muajt e ardhshëm me një mik dhe një koleg Timin Pandi Gjata, i cili operon në tregun mediatik prej 30 vitesh, por jemi të rinj. Të rinj akoma, kemi vite të tjera përpara, Klodi. Kemi shumë punë përpara. E rëndësishme është si ndihesh, edhe kjo pjesa e profesionalizmit ndër vite na bën edhe na jep një aset mirë se bën krahasimin si ka qenë para 30 vitesh mbulimi i fushatave elektorale edhe ndryshimi në këto 2 dekadat e fundit që në fakt ka qenë i madh dhe i menjëhershëm. Tani do të kthej unë 30 vite mbrapa, sa fushata elektorale ke mbuluar edhe këmban mend nga këto interesantet, se është pjesa çfarë del në ekran, por edhe pjesa e gazetarëve mbrapa që lodheshin po kaq shumë për të mbuluar fushatat elektorale në terren apo në qytete, në fshatra aty ku ndodh. Unë nuk i kam numëruar dhe si mbaj mend dot sa fushata kemi kaluar, por di që e para ka qenë 98-a fushata për referendumin për kushtetutën atëherë. Edhe të gjitha me radhë nga 2000 dhe deri te këto zgjedhje kanë qenë të pandashme në punën time. Zgjedhje jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë më njëherë mbas çlirimit, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Malzi, me nuanca dhe me panorama komplet të ndryshme nga këto të Shqipërisë. Por vitet e fushatave në Shqipëri, sidomos nga viti 2000 kanë ndryshuar në zgjedhje lokale, në zgjedhje parlamentare dhe deri te këto që presim mbas të paktën 70 ditësh. Ndryshimi, se do ta nisim me ndryshimet e vogla, për shembull unë të paktën mbaj mend që në vitet 2002-2003 kur se kishim kaq shumë mundësi teknologjike, pra merrte një kohë fizike, po nga ana tjetër informacioni që jepej ku ndryshon me informacionin që sot jepet realisht në momentin që ndodh. Patjetër që dhe ne atëherë kishim pjesën e live-it, ëh. Shiko, unë personalisht kam mbuluar fushata si në median e shkruar, në median print koha jonë para 25 viteve edhe në televizion. Edhe në atë kohë kur ishte media e shkruar ishte edhe më e vështirë. Ti duhet të jepje këmbë për të mbuluar fushatën në Tiranë, që për zgjedhjet lokale apo për zgjedhjet parlamentare, apo edhe të mbuloje fushatën për Shqipëri. Ne niseshim, nuk e haroj, në 4 apo në 5 të mëngjesit për të mbuluar mitingjet e Nanos apo Berishës nga një cep i Shqipërisë në tjetrin, ktheheshim në mbrëmje për të bërë shkrimin në gazetë dhe të nesërme niseshim në një qytet tjetër, në skajin tjetër të Shqipërisë, edhe në televizion. Por ku është ndryshimi? Ndryshimi është që ne e preknim në terren atë se çfarë ndodhte në një miting apo në një fushat. E shikonim, pasqyronim, jepnim detajet, si në median e shkruar, ashtu edhe atë televizive. Sot është ndryshe, sot ty të vjen çdo gjë e gatshme. E ke në Facebookun e Edi Ramës, e ke në Facebookun e Sali Berishës, ke një material të kontrolluar me regji që mos të shpëtoj asnjë detaj nga cepi i kamerës, të tregohen vetëm masivitete në tubime me njerëz. Pra, gazetari e ndjek nga zyra atë që ndodh në terren në një fushat elektorale. I vjen sinkroni i gatshëm i Ramës apo i Berishës apo dikur i Ilir Metës dhe i kryetarëve të tjerë të partive, dhe ti praktikisht atë takimin masiv që e shesin partitë politike nuk e kupton dot se sa masiv është. Rreziku i këtyre kasetave të gatshme nga një anë është pjesa që nuk thuhet që këto janë materiale të përgatitura nga zyrat e shtypit dhe teorikisht publiku nuk ka nga ta di dhe që prodhon televizioni apo e sjell partia politike dhe këtu dëmi është apo nuk është i madh? Dëmi padyshim është i madh. Kohët e fundit, në fushatat e fundit, një pjesë e mirë e mediave televizive i kanë vënë shënimin materiali përgatitur nga Partia Socialiste apo Partia Demokratike, por edhe pse debati në çdo prag zgjedhje është ti transmetojmë apo të mos i transmetojmë, a duhet ta bëjmë ne këtë material të gatshëm edhe për publikun apo jo. Në finale televizionet beligj e kanë të detyruar të pasqyrojnë fushatat e partive politike. Se partitë politike kanë zgjedhur këtë lloj forme, nuk është faji i medias, por media nuk e ndalon dot ose nuk merr dot një vendim që të mos transmetojë atje ku nuk ka çuar gazetarin apo grupin e xhirimit për të mbuluar një miting apo një aktivitet. Çdo gjë është e kuruar, vetëm po të numërosh gjatë ditës
kryeministrin se sa aktivitete ka, se tashmë është me 3 kostume, është me kostumin e kryeministrit, kryetarit të partisë, kryetarit të Bashkisë Tiranës, kështu që çdo gjë është e kuruar, një pjesë e mirë e tyre janë të regjistruara dhe transmetohen dhe shiten si live, kështu që është një histori që media nuk e ndalon dot këtë lloj historie, edhe pse organizata ndërkombëtare, njerëz me peshë në opinionin publik dhe mediatik kanë bërë thirrje që gazetarët duhet të jenë atje ku ndodh ngjarja, partitë politike në çdo fushat vazhdojnë ta kontrollojnë këtë lloj situate. Pra është një dakursi, si thua, të gjitha partive politike për të uzurpuar këtë hapësirë televizive dhe këtë hapësirë informimi për qytetarët. I kombinon të gjithëve, edhe pse ndonjëherë kundërshtojnë publikisht, i kombinon të gjithëve që çdo gjë ta kenë të kuruar dhe të kontrolluar. Pra ai mesazhi që duhet dhënë, ka mesazhe që censurohen, priten, hiqen, ato që gazetari në një tubim apo në një aktivitet do të përzitete si lajm. Një element tjetër që ne kemi vënë në fakt gjatë fushatave elektorale dhe sidomos në transmetimet apo në materialet që transmetohen në televizion është hapësira që jepet kandidatëve të caktuar, pavarësisht nga cili front politik janë. Sa e dukshme është dhe nga ana tjetër a e dëmton kjo realisht si thua shfrymarrjen apo demokracinë e një partie? Kjo është gjithçka e kontrolluar, sepse jo të gjithë ata që për shembull në fushatën e 11 majit do të jenë kandidat për deputet të dyja kampeve apo të koalicioneve opozitare që do të jenë më shumë në këtë garë zgjedhore. Jo të gjithë janë mediatik, jo të gjithë janë njerëz që flasin me qytetarin, që flasin me publikun, kështu që ata caktojnë individët që do dalin në për debate apo debate. Unë nuk e di të ketë debat. Sa vite kemi që ne nuk kemi debate, si thua mes. Ka shumë vite që nuk ka debate televizive mes kandidatëve për kryeministër, ta harojmë, është një ëndër që nuk e di në çfarë viti do ndodh në Shqipëri, por edhe për programet politike, për pjesët ekonomike, për arsimin, për shëndetësinë. Jo më larg se zgjedhjet e vitit të shkuar, zgjedhjet lokale të 14 majit, ne bëm përpjekjen e dëshpëruar për të patur kandidatët kryesor, për të përballur platformat dhe qytetarët mësonin se çfarë u premtonin në ato zgjedhje. Askush nuk pranoi. Vendimarrja padyshim ishte në kampin qeveritar dhe ne bëm një përballje në thonjza të sforcuar të kandidatëve duke u dhënë kohën e barabartë njëri mas tjetrit, ose me intervista të regjistruara, ose me intervista live, ose në studio. Pra, ata u përballën me gazetarët dhe me analistët dhe jo me njëri tjetrin. Pse dështon kjo përballje? Dështon sepse nuk kanë siguri për t'u përballur me programe, me platforma. Që do të thotë nuk janë të përgatitur në programet dhe në platformat që ata duhet kenë për qytetarët? Padyshim, ajo fillon piramid nga programi një partie tek programi një kandidati, dhe ne kemi parë në fushatat e shkuara që Rama kryesisht është marrë vetëm me dajret, është marrë vetëm me batutat, vetëm program nuk ka patur për t'i shpjeguar qytetarëve shqiptarë, dhe u vjen piramid pastaj poshtë tek kandidatët. Pse është i rëndësishëm një program për qytetarët shqiptar, dhe pse është i rëndësishëm ballafaqimi i këtyre programeve po për qytetarët shqiptar? Pra, si matet? Se është një si matse e punës që bën një qeveri. Është një si matse sepse ajo parti që është në qeveri kur vjen me programin e ri bën dhe një bilanc 4 viteve të shkuara dhe thot unë kam premtuar para 4 vjetësh këto 20 gjëra sa kam realizuar, por ky bilanc nuk bëhet dhe prandaj në rastet kur bilancet nuk janë siç i duhet kryetarit apo një partie politike, shmangen dhe këto përballje dhe vinë me premtime të reja apo dhe me premtime të vjetra që riciklohen dhe qytetarët nuk e ndajnë dot se kush është e reja e këtij programi dhe pse duhet ta votojmë njërin apo tjetrin. Por në Shqipëri nuk votohen programet apo platformat. Ne shikojmë fushata me akuza, me përbaltje, me sulme, kush thot batutën më të bukur, kush bën gallatën më të mirë, kush i argëton ata në miting, dhe përgjithsisht kam frikë se edhe kjo fushat kështu do jetë, po të kemi parasysh ligjërimin e kryeministrit, ka nisur me bufin e kënetës, me kënetën, kështu që kjo fushat të paktën ja disa epitete edhe pa nisur zyrtarisht i ka se si do të evoloj në ditët zyrtare të saj, kemi për ta parë, por që aty do të shkoj, nuk do të shkoj tek betejë e programeve, po tek përbaltja, akuza,
dhe sulmi për kundërshtarin dhe sidomos për gjërat e shkuara, pra çfarë kanë bërë ata në politikë në të shkuarën. Sa e vështirë sot, edhe sa mundësi ka sot një gazetar apo një reporter terreni që të ndjeki realisht të fushata dhe të bëj punën që realisht duhet bëj. Pra, ajo është realisht puna e një gazetari. Duhet të ndajmë dy gjëra, duhet të ndajmë dëshirën e një gazetari profesionist, një gazetari që kërkon të bëj këtë gjë që ti sa po mpyete të shkojë në terren, të bëj pyetjet e duhura, të përballë kandidatët apo njerëzit të dy akrave për platformën, për shëndetësinë, arsimin, politikën, ekonominë etj. Dhe sa i ofrohet kjo lloj mundësie. Pra, partitë politike e xerojnë, e mbyllin gardhin e tyre në fushata dhe gazetarët mund tentojnë të marrin intervista, mund tentojnë të marrin prononcime, tentojnë t'ia dalin për t'i ballafaquar palët, por janë në vështirësi vërtet të mëdha, jo vetëm gazetarët e terrenit, por edhe në studio televizive ku debatohet çdo mbrëmje dhe do tentohet të debatohet, po se sa do ketë debat mes palëve, unë jam skeptik sepse ne nuk kemi hyrë zyrtarisht në fushat dhe si nga njëra palë, sidomos nga ana e qeverisë, por dhe nga ana e opozitës, të gjithë publikisht flasin ku e kam unë kundërshtarin, por askujt nuk i intereson të ketë kundërshtarin përballë. Kështu që gazetarët e kanë dëshirën, ata që janë profesionistë, ata që janë gazetarë të vjetër dhe dinë se ç'është terreni apo gjëja ndryshe kur ti shkon e prek e shikon, dhe pamundësia që të krijojnë partitë politike. Kjo është strategji e zgjedhur dhe e mbështetur nga dy palët. Unë besoj që është strategji e zgjedhur në kampin qeveritar një herë për të shmangur, sepse kemi patur zgjedhjet e shkuara që nga Partia Socialiste ka patur vendimarrje për të mos dalë në për debate televizive, por edhe palës tjetër që thotë se intereson, ndoshta edhe nuk intereson në këtë lloj situate. Në para se të nisim këtë regjistrim të kujtova se ç'ndodhi jo më larg se para ca ditësh në Gjermani, në zgjedhjet që u mbajtën atje dhe menjëherë pas mbarimit të procesit të votimit në çdo studio televizive ishin përfaqësuesit e të gjitha partive politike, përfshirë dhe AFD-n e frikshme që ata e shikonin në këto zgjedhje, kurse ti këtu e ke shumë të vështirë të ulesh dy përfaqësues të dy kampeve në një. Megjithatë, edhe në rast të marrim rastin e Kosovës, prap edhe në Kosovë kandidatët ulen dhe ka debate për fushat. Pra, Kosova ka qenë model, por në zgjedhjet e fundit Albin Kurti u bë si Edi Rama, vendosi të bojkotonte debatet dhe televizionet kryesore, një strategji e ndryshme nga viteve më përpara kur vetvendosja përballej, debatonte, akuzonte, e zgjodhi dhe i kombinoi në një farë mënyre, edhe pse jo me rezultatin e tij të kënaqshëm. Nuk e di sa do t'i kombinoj partive politike në Shqipëri, por të gjithë janë bërë me këtë teorinë të kontrollojmë gjithçka, të fokusohemi ke mediat sociale, ke rrjetet sociale, Instagram, TikTok, Facebook dhe kanë atë modelin e Trumpit. Modelin e Trumpit për të bojkotuar mediat tradicionale, për të fokusuar tek rrjetet sociale, por ky padyshim që është regres në një fushat elektorale kur të gjithë duan përballjen e ideve, platformave të kandidatëve kryesor në një fushat zgjedhore. Na është më tepër në një vend si Shqipëria, një vend i vogël ku ne kemi parë që jo vetëm ka riciklim të pjesës së premtimeve apo rinaugurime pafund të objekteve apo të marrëveshjeve që thuhen që do bëhen edhe përfundojnë zgjedhjet dhe harrohen dhe nuk ka produkt konkret apo nuk ka si thua përmirësime konkrete të jetës së njerëzve, se në fund fare kjo është sigurie dhe cilësie tese. Në zgjedhjet që ne presim, shohim një lloj ashpërsimi, duket sikur në këtë moment janë sy hapur edhe nuk duan të kritikojnë për asgjë, po thjesht duan të vazhdojnë si thua të betejë me një lloj force dhe me një lloj agresiviteti ndaj medias kryesisht, që është i pajustifikuar në fakt. Po shiko, askush nuk i pranon kritikat në këtë vend, sidomos në rrugët e politikës. Dhe po të shikosh, unë duke monitoruar studio televizive të debateve në vend, vetëm të shikosh eksponentët e partive politike se si edhe përpiqen të intimidojnë qoftë drejtuesit e emisioneve apo edhe analistët që kanë përballë
një eksponent. Edhe ti fyen, se ka momente që kalojnë dhe në fyerje. Ka edhe në fyerje, ke eksponent PD-s që i drejtohen drejtuesve të emisioneve duke i thënë ty të ka futur çipin në kokë Edi Rama, ti bën politikën e Edi Ramës, ke eksponent të majt që në finale kur përballen me gazetarët në studio në finale i thonë, po shiko se ju pavarësisht na kritikoni dhe na shani, do votoni për Partinë Socialiste kur vi dita e zgjedhjeve në 11 maj, pra ka dhe nga këto intimidimet publike dhe në finale kur ka dalë sigla e emisionit, sikur thotë shiko se unë e bëj për elektoratin tim, pra domethënë kanë zgjedhur një strategji komunikimi për t'u zënë, për t'u debatuar, për të mos pranuar asnjë kritikë, asnjë sugjerim që çdo kujt politikani apo partia politike në një fushatë elektorale do t'i duaj edhe një përulje, edhe një pranim gabimi, edhe një kritik, edhe një sugjerim, dhe duhet i thot faleminderit kujdo që e bën apo edhe ja sugjeron. Por politikanët shqiptar nuk pranojnë asnjë lloj kritike, si ata në qeveri edhe ata në opozitë janë njësoj. Ja. Dhe një vend që mund të jetë mas 4 vitesh apo 5 vitesh pjesë e Bashkimit Evropian, minimalisht mos ketë një përballje televizive, mos ketë një debat, pra në këtë Shqipëri, në këtë vend ku ne jetojmë, mungon gjëja kryesore, ti të përballesh mendimet dhe idet. Ne flasim do jemi në BE, po një vend i BE-s ka përballjet e kandidatëve për president, e kandidatëve për kryeministër, të përballjeve të platformave sipas fushave dhe prioriteteve politike brendshme, politike jashtme. Kështu që ne do të jemi në BE, po jemi shumë larg me mendësi dhe me mentalitet europian. Tani unë do kthehem pak mbrapsht, do them tek ne, tek gazetarët, tek media. Gazetarët në këtë periudhë në fakt edhe media ka humbur një pjesë të madhe të besimit qytetarëve dhe shumë shpesh vendoset në cepin e dhomës edhe gjuhet me grushta nga gjithë palët për thënë që nuk kryejnë punën siç duhet, nuk janë profesionist, janë të përdorur, pra ka shumë akuza kundrejt gazetarëve. Në fakt, me çfarë po përballet gazetari, dhe po flasim për një gazetar i cili e do profesionin e vet dhe një gazetar profesionist. Kush janë vështirësitë me të cilat po përballen gazetarët, të cilët në fund të ditës janë njerëz si gjithë tjerët që do shkojnë në shtëpi, kanë ca detyrime, kanë ca fatura për të paguar. Pra, patjetër që kanë funksion edhe jetësor edhe janë njerëz në fundet. Në këtë vend unë vazhdoj të jem optimist. E them që jam optimist sepse ka ende kolegë që e duan këtë profesion dhe ta duash këtë profesion është gjëja e parë. Kjo është kryesorja. Pastaj se kush kërkon ta shfrytëzoj këtë profesion për të mira materiale, për shërbim të njërit apo tjetrit, për të katapultuar mas disa vitesh diku tjetër, kjo është një gjë që është bërë ka ndodhur dhe po ndodh. Ka ndodhur po ndodh, është bërë edhe pak masive, le të themi, se nuk duhet ta them që është në total sepse ka kolegë që përpiqen ta mbrojnë nga mëngjesi në darkë punën e tyre, por kushtet, realiteti, terreni, presioni i madh politik që u bëhet, u bën të pamundur edhe atyre që duan të jenë ndryshe, pra të mos jenë si kjo pjesa që mos i përmend më përpara në shërbim të agjendave të njërit apo edhe të tjetrit. Realiteti vështirë është me mënyrën se si ka evoluar media, se si ka evoluar vitet e fundit, sidomos ajo që po ndodh në pjesën e online-it. Pjesa e online-it është një diskutim në fakt që është pak i vështirë sepse duhet të ndajmë çfarë quhet media, çfarë quhet informim, çfarë quhet gazetari, çfarë quhet gjobvënie. Po, dhe patjetër çfarë quhet gjobvënie apo dëmtim edhe intimidim i njerëzve apo edhe i kolegëve mes njëri tjetrit. Pra, këtu është situash një tjetër diskutim, megjithëse ajo që ne shohim dhe që po ndodh faktikisht është shfrytëzimi i këtyre platformave, patjetër edhe për fushatat elektorale dhe si thua janë hapësirat e para të cilat çdo gjë që ndodh apo çdo gjë që duhet të ndahet për qytetarët, hidhet dhe shpërndahet aty dhe bëhet virale. Dhe nëse ti do të heqësh apo të verifikosh apo të çminosh diçka, dëmi në fakt është bërë dhe do duhet shumë kohë që
të rikuperohet, sepse pjesa më e madhe e njerëzve e kanë lexuar, e kanë besuar apo jo, nuk di të them, po sigurisht që diçka tek ata ka mbetur. Jo diçka, po ndoshta më shumë se diçka ka mbetur. Në ditët dhe javët në vijim do të shikojmë që sulmi online dhe mesazhet përmes rrjeteve sociale do besoj unë që do të intensifikohet. Sa e rrezikshme është kjo pandemi? E rrezikshme është sepse njerëzit nuk do të merren me gjën kryesore, nuk do të merren me thelbin, nuk do të merren me atë që do më ofrojë njëri apo tjetri kandidat, por historitë shqiptare janë të çuditshme, na intereson më shumë se çka bër ai jashtë politikës, se çka bër në shtëpi, se çka bër në lagje, çka bër në të shkuarën, sesa me atë që do të bëj tani si kandidat i një force politike për deputet. Cilat do ishin 3-4 pikat kryesore që duhet ja rikujtojmë vetes, po mbase edhe shumë kolegëve të tjerë që ne e dim që janë profesionistë dhe duan ta bëjnë këtë punë siç duan. Gazetarët duhet të jenë ata që të përpiqen të jenë të pavarur për të transmetuar dhe për të publikuar për audiencën, për lexuesin, për dëgjuesin të vërtetën. Por jo çdo gjë ndodh edhe në dorën e tyre, sepse ka vija editoriale, ka ndërhyrje politike, ka presione të cilat bëhen në ditët e fushatës edhe më të mëdha se në ditët e tjera të një viti. Unë besoj që gazetarët do të përpiqen edhe në këtë fushat, por a do të jetë një mision që do t'ja dalin apo jo, kjo mbetet për t'u parë dhe për t'u diskutuar pas 11 majit. Një nga gjërat e reja të kësaj fushate në fakt është edhe marrëveshja apo struktura që SPAK ka ngritur për të monitoruar krimet zgjedhore dhe për të hetuar krimet zgjedhore, që është sigurisht është në bashkëpunim me prokurorinë dhe me Komisionin Qendror Zgjedhor. Mendon se kjo struktura apo ky monitorim do jetë, si thua, një lloj do ushtrojë një lloj forme presioni që gjitha partitë politike të qëndrojnë ligjit apo të zbatojnë ligjin. Unë besoj dhe shpresoj që kjo platformë, ky angazhim për herë të parë para një fushate zgjedhore të jap rezultat. Dhe pse them besoj, sepse në çdo palë zgjedhje ne kemi patur diskutimin dhe debatin. Krimi zgjedhor, parat, bandat, një fushate e pabarabartë etj. Kështu që për herë të parë ne kemi një angazhim të tillë dhe një angazhim që sapo u bë publik nga drejtuesi i SPAK-ut, u sulmua nga partitë politike. U sulmua nga partitë politike dhe mesazhi i zotit Dumani ishte i drejtë për drejtë dhe i qartë, kur ti nuk bën një gjë të paligjshme, nuk ke pse të shqetësohesh atëherë, por shqetësimi padyshim ka nisur dhe unë uroj që këto zgjedhje të jenë ndryshe nga ato të mëparshmet, sepse mbaroi një palë votime në Shqipëri dhe fillojnë akuzat. Bandat, krimi, vodhën vota, blen vota, etj. Dhe shumë dosje, siç ka qenë ajo dosja e Dibrës, siç ka qenë dosja e Shijakut, janë të pahetuara apo pa një rezultat dhe politika vazhdon t'i përdor në çdo palë zgjedhje apo në komunikimin e përditshëm. Këto zgjedhje të 11 majit janë të parat që ne kemi një angazhim për ngritjen e një task force në të 12 qarqet në të gjitha bashkitë dhe qoftë edhe ky presion që ka një platformë, ka një strukturë që po ju monitoron, janë trembur partitë politike dhe nga njerëzit e infiltruar në shtabet e fushatave që do të kenë, sepse njerëzit e infiltruar do të nxjerrin edhe informacionin se po përdoret para apo po përdoret presion për të blerë apo jo votën. Kështu që unë shpresoj që qoftë edhe publikisht me këtë perceptim ky dokument ti tremb politikanët, njerëzit ata që janë në teren në fushat, se shiko është dikush, një Big Brother që po ju vëzhgon. Dumani dhe SPAK po ju vëzhgon. Po të cilë vetëm një batut, Klodi, nga vitit 2000 kur ne tmerronim të huajt kur dilnim jashtë, edhe unë kam qenë me një grup gazetarësh në Kopenhagen për referendumin për euro atëre në Danimark. Edhe shkuam tek ministrja e brendshme që ishte femër, që për ne ishte një grua ministre e brendshme në Danimark, dhe pyetjen e parë që ne gazetarët nga Shqipëria i bombarduam ishin a vidhen zgjedhjet në Danimark. Ata kishin referendumin për euron dhe ministren e brendshme të Danimarkës në vitin 2000 e kemi tmerruar dhe ajo u desh të konsultohej me stafin e saj, që i thanë diku para 100 vjetësh ishte një pretendim për manipulimin e një vote. Se thua, ky zhvillimi i demokracisë vjen mes gjithë institucioneve, sigurisht që media është
pjesë apo pasqyrë e saj, nuk mund të ishte ndryshe. Dhe media këtu po tenton të bëjë edhe në këtë fazë ku jemi, se ne jemi në fazën që gjithë shteti, Partia Socialiste, por edhe opozita në javët e fundit janë të angazhuar në diasporë, dhe ti e ke gjithë administratën, ti e ke gjithë kryetarët e bashkive, i ke gjithë deputetët në takime me shqiptarët, sidomos në 2 vendet kryesore, në Itali dhe në Greqi, ku pritet të jetë edhe numri më i madh i votuesve për 11 majin. Kështu që është një realitet që të gjithë po e thon, media po bën pjesën e saj, po tregon edhe administratën që angazhohet, por ata kanë filluar të maskimin e takimeve të fundjavës, të shtunë, të dielën, që janë ditë pushimi, kështu që do jetë një problematik për 11 majin. Unë e shikoj sërish me akuza për vjedhje vota, për intimidim, por kthehem tek pyetja e pak më parshme, shpresoj që kjo strategji e SPAK-ut edhe e prezantuar nga zoti Dumani ti ketë trembur qoftë edhe në ajër pa nisur ato gjërat në terren. Shumë faleminderit Pandigjata që ishe sot në Faktoje dhe ishe bashkë me ne. Ne do bashkëpunojmë edhe do flasim gjatë kësaj periudhe të zgjedhjeve, kështu që do qëndrojmë bashkë edhe për një kohë shumë të gjatë. Shumë faleminderit që na ndoqët, edhe uroj që ta shihoni dhe të kuptoni pak më shumë mbi median, po edhe me mbylimin e zgjedhjeve në këtë 11 maj.